Thekson infiltrimin e krimit të organizuar, kërcënimet hibride dhe sulmet kibernetike si rreziqe për krahun juglindor të NATO-s, pra shpall Shqipërinë një rrezik të madh rajonal. Shpreh shqetësim të thellë mbi kapjen e infrastrukturës digjitale strategjike, veçanërisht brenda Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, duke përfshirë zyrtarë të lartë dhe persona me lidhje me krimin organizuar, si dhe raste të raportuara të pengmarrjeve që përfshin zyrtar dhe ose biznismen. Pra, kopshti privat i Edi Ramës u bë famëzi në mbar botën. Thekson rreziqet ndaj sistemeve shtetërore, keqpërdorimin e të dhënave personale, ndërhyrjen në zgjedhje dhe në bashkëpunimin me NATO dhe Bashkimin Evropian. Siç e shihni, një pjesë e rezolutës i dedikohet akshit të lindave të Edi Ramës, kopshtit tij privat. Kërkon transparencë, hetimet pavarura dhe masa urgjente mbrojtjes të dhënave. U kërkon vendeve të Ballkanit, anëtare të NATO-s dhe partnerëve të bashkëpunojnë nëpërmjet rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes për të forcuar mbrojtjen ushtarake, frenimin politik dhe për të arritur ekonomi të shkallës. Zgjedhjet. Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë deklaron se zgjedhjet parlamentare dështuan të plotësonin standardet ndërkombëtare dhe u karakterizuar nga keqpërdorim masiv i burimeve shtetërore, fshirje kufive midis shtetit dhe partisë, presion dhe intimidim i votuesve dhe ndërhyrje kriminale. Kërkon reform konsensuale, zbatim të plot të rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it, mbrojtje të pluralizmit politik dhe të drejtave të koalicionit parazgjedhor, si dhe anullim të menjëhershëm të anullim e të ndryshimeve të njëanshme të Kushtetutës. Mbështet modelin e qeverisë teknike për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, qeverisë, me fjalë të tjera, pa Edi Ramën, një qeveri teknike vetëm për organizimin e zgjedhjeve. 4. Drejtësia selektive dhe ndjekja penale me motive politike. Në këtë pikë, Shqipëria u damkos aty së bashku me Tanzani. Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë ngre shqetësimin se mbi 200.000 çështje gjyqësore të prapametura rëndojnë mbi qytetarë dhe vonesa gjyqësore prej 8-15 vitesh, krahasuar me 18.000 çështje dhe vonesa 3-4 vitesh që ishin para reformës. Denon presionin politik të kryeministrit, pra rezoluta merret direkt me kreun e Meduzës, me Edi Ramën. Denon presionin politik të kryeministrit mbi prokurorët dhe gjyqtarët. Denon drejtësinë selektive dhe ndjekjet penale me motiv politik duke përfshi ato kundër Sali Berishës, Ilir Metës, Fatmir Mediut në shkelje të procesit të rregullt ligjor. 5. Reforma territoriale. Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë denon reformat e njëanshme që minojnë konsensusin dhe mundsojnë kontrollin politik, kërkon reforma gjithëpërfshirëse dhe të decentralizuara në përputhje me standardet europiane. Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë pohon se asnjë progres në Bashkimin Evropian nuk është i mundur
pas zgjedhje të lira, sundimin e ligjit dhe pluralizmin politik. U kërkon autoriteteve të ndalojnë pengesat, të rivendosin kontrollet dhe ekuilibrat dhe të mbrojnë rrugën euro-atlantike të Shqipërisë. Këto ishin pra çështjet të cilat i trajtoi gjërësisht rezoluta e miratuar me unanimitet të plot nga 43 partitë anëtare të Bashkimit Ndërkombëtar të Demokracisë në Zagreb. Faleminderit. Pse nuk ka garë të ndershme në Partinë Demokratike dhe ka në garë vetëm një kandidat dhe të tjerët janë të rrequr nga gara ose përjashtuar nga partia para garës? I dashur lek, të garantoj që Partia Demokratike ka garën më të ndershme dhe formën më demokratike të garës që mund të ekzistojë. Do më falish. Kryetarët e partive në familjet tona si motra, vetëm një pjesë e vogël zgjidhen direkt nga antarësia. Të tjerët i zgjedhin forumet e partisë. Por zgjedhja nga antarësia lek, pa diskutim, që është forma më eprore, më e demokracisë dhe më demokratike. Tani të vim pak të ajo që thoni ju. Vetëm se kërkoj të mos bini viktim e propagandës të atyre që nga viti 2009 kanë zhdukur votën e lirë në parti. Nuk kanë me votë lirë dhe kanë mobilizuar këto kohë mafjen më të rrezikshme se mafja e kokainës kundër Partisë Demokratike. Pra, edhe njerë, Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumtat, parti demokratike në Europë dhe në botë që kryetarin e zgjedh direkt me votën e antarësisë. Ky është themeli. Do vim te gara. Të siguroj se kjo parti, në garën e këtë parti, pranohen dhe do pranohen të çdo demokratë dhe demokrat që plotëson kriteret e përcaktura në rregullore për të marrë pjesë në këtë garë. Unë besoj se kjo është gara më e rëndësishme e partisë dhe kjo garë duhet të përfaqësojë antarësinë e partisë. Pra, a mund të imagjinosh ti që në garën e Partisë Demokratike të marrin pjesë kandidat të Edi Rams? Si më thua ti më thuaj pak. Në qoftë se konkretisht me emra mund t'i marrë. Apo kandidat të cilët në fushat elektorale punojnë haptas kundër Partisë Demokratike. Apo kandidat që në fushat elektorale ndruan parti dhe kaluan parti tjetër. Do më falësh, këta në çdo parti politike në botë, në çdo parti me ndërgjegje politike, këta përjashtohen dhe vetëm përjashtohen për tradhtinë që kanë bërë ndaj partisë tyre në fushë betejë, në moment betejë. Besoj është jashtë çdo lloj logjike që këta të mund të imagjinohet se do kandidojnë. Do mund të kandidojnë. Jo, këtë se lejon asnjë parti në botë. Dhe njëherë, përsëri, për të kandiduar për kryetar partie, duhet të plotësosh disa kritere të caktuara dhe të pranuara. Në rast se je jashtë këtyre kritereve, mund të kandidosh për poste të tjera në deg apo diku tjetër, por nuk mund të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike në një kohë kur nuk ka asnjë kontribut qendror relevant të njohur nga partia.
nuk e bën kërkush sepse e bën qesharake garën i dashur lek. Kurse çdo njeri me kontribute që plotëson kriteret është i mirëpritur dhe s'është refuzuar kurrë. Mos harro dhe njërë, janë refuzuar ata të cilët në fushat kaluan në parti tjera dhe i urdhruan si sklever që janë të vazhdojnë lojën e tyre kundër Partisë Demokratike, i urdhruan, i përdorën dhe i keqfrytëzojnë dhe për studio, për zhurmë, mafia më rrezikshme e Shqipërisë është mafia e fjalës lirë, pronar mafioz mediash, njerëz pa të zhveshur nga çdo karakter, thrasin në studio njerëz të kaluar në parti tjera dhe u vënë si etiket funksione që si kanë patur kurrë në parti, këta thuhet ti të nuk besoj se je për këta ti. Nuk besoj se je, në qoftë se je antar i PD-s. Dhe po, zoti Lek, nuk besoj se mund të kandidojë ai që bashkëpunon me krimin, që merr udhëzime nga Oltjon Bistri dhe Ergjys Agasi, që ne e bënim hero në burg kur sa ai shtonte dreka dhe darka me Plum Gjokën dhe Oltjon Bistrin.